Milioneri u kthye në shtëpi duke ndjerë se diçka ishte tmerrësisht gabim. Në heshtjen e natës, zbuloi se nëna e tij ishte mbyllur brenda një dollapi, e fshehur nga vetë nusja e djalit. Ajo që pasoi zbuloi një të vërtet mizore që askush nuk mund ta mohonte më. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Qielli i krujës ishte më i rëndë se zakonisht atë mëngjes qershori. Rreth e ulta dukej se preknin çatit e shtëpive të vjetra, dhe era e ftohtë sillte me vete aromën e shiut të afërt. Ardi Berisha I jepte makinës së tij nëpër rrugët dredha të qytetit malor, duke ndjerë në gjoks një shqetësim që nuk mund ta shpjegonte. Ishte nisur nga Tirana 3 ditë para planit, duke lënë përgjysmë takime të rëndësishme, duke injoruar telefonatat e ortakëve dhe duke anuluar angazhime që në rrethana të tjera do të ishin të pashmangshme. Diçka brenda tij këmbëngulte se duhej të kthehej në shtëpi. Në vilën ku ishte rritur, ku nëna e tij jetonte ende, ku kujtimet më të ëmbla dhe më të dhimbshme të jetës së tij ishin ruajtur në çdo dhomë, në çdo korridor. Ardi nuk ishte njeri I intuitës. Ishte praktik, racional, I mësuar të merrte vendime bazuar në shifra dhe fakte konkrete. Megjithatë, ditët e fundit, një ndjesi e pakëndshme e ndiqte si hije. Zgjohej në mes të natës me zemrën që I rrite fort, duke menduar për nënën e tij. Përpiqej të telefononte, por bisedat ishin gjithmonë të shkurtra, të ndërprera nga Elira, gruaja e tij, e cila merrte telefonin me atë zërin e saj të ëmbël dhe të kontrolluar, duke garantuar se gjithçka ishte në rregull, se zonja Teuta ishte thjesht e lodhur, se ai nuk kishte nevojë të shqetësohej. Por Ardi shqetësohej. Dhe sa më shumë që Elira përpiqej ta qetësonte, aq më shumë I rritej ankthi. Vila e Berishave ishte një ndërtesë madhështore e fillimit të shekullit të 20, e ndërtuar nga stërgjyshi I tij në një teren të privilegjuar, nga ku mund të shihej një pjesë e qytetit dhe malet e mbuluara nga pyjet e dajtit. 3 kate prej guri gri dhe druri fisnik, dritare të larta me xhama me ngjyra, një kopsht I gjerë që dikur kishte qenë I harlisur dhe tani rezistonte me dinjitet braktisjes së viteve të fundit. Ardi parkoi në hyrje dhe fiku motorin. Heshtja që pushtoi hapësirën ishte pothuajse shtypse. Nuk dëgjoi kënga e zogjve që zakonisht e zgjonte në mëngjeset e fëmijërisë. Nuk dëgjoi zëri I largët I zonjës Merita, kujdestares së shtëpisë, duke biseduar me nënën e tij në kuzhinë. Nuk kishte jetë. Ai zbriti nga makina dhe eci drejt derës kryesore. Chelsea u rrotullua në brav me një kërcitje të njohur dhe dera u hap duke zbuluar hollin e hyrjes. Gjithçka ishte pa të meta. Dyshemeja prej mermeri shkëlqente, pasqyrat e vjetra reflektonin dritën e dobët që hynte nga dritaret, vazot prej porcelani ishin vendosur në mënyrë perfekte. Por diçka nuk shkonte. Ardit ju deshën disa sekonda për të identifikuar se çfarë ishte. Atëherë e kuptoi, shtëpia ishte ndryshe. Në mënyrë delikate ndryshe. Piktura që qëndronte mbi komodin ishte ndërruar. Më parë, aty varej një portret në vaj I gjyshërve të tij, I pikturuar në vitet 50. Tani, kishte një pikturë abstrakte moderne, e gjitha në tone gri dhe të zeza. Tapeti persian që mbulonte qendrën e hollit ishte zhdukur, I zëvendësuar nga një model gjeometrik bashkëkohor. Fotografitë e vjetra që zbukuronin tryezën anësore nuk ishin më aty. Ardi ndjeu një shtrëngim në gjoks. Nuk ishte hera e parë që Elira riorganizonte shtëpinë. Që kur u martuan, 3 vjet më parë, ajo kishte promovuar atë që e quante një rinovim të nevojshëm. Thoshte se vila ishte e bukur, por kishte nevojë për prekje moderne, për përditësim, për jetë të re. Në fillim, ai madje kishte rënë dakord. Në fund të fundit, shtëpia kishte mbetur në kohë, plot me mobilje të vjetra dhe objekte që mblidhnin pluhur. Por tani, duke parë përreth, Ardi kuptoi se nuk bëhej fjalë vetëm për rinovim. Ishte fshirje. Çdo ndryshim eliminonte një pjesë të historisë së familjes. Dhe ai, I zhytur në punë, mungonte për muaj të tërë, kishte lejuar që kjo të ndodhte. Një zë e nxori nga mendimet. Zoti Ardi u kthye. Ai u kthye dhe pa zonjën Merita të ndalur në fillim të korridorit që çonte në kuzhinë. Kujdestarja ishte më e dobët, më e kërrusur. Fytyra e saj, gjithmonë e qetë, tani kishte një shprehje lehtësimi të përzier me shqetësim. Ajo fshiu duart në përparse dhe u afrua ngadalë, sikur të kishte frikë të fliste me zë të larë. Zonja Merita. Si është nëna ime? Pyetja doli drejt për drejt, pa dredha.
Ardi e njihte atë grua që nga fëmijëria. Ajo punonte në vijë prej më shumë se 40 vjetësh, kishte qenë si një nënë e dytë për të dhe njihte çdo sekret, çdo histori, çdo dhimbje të asaj familjeje. Nëse diçka nuk shkonte, ajo do ta dinte. Merita hezitoi. Sytë e saj u shmangën drejt dyshemes, pastaj drejt shkallëve që ngjiteshin në katin e dytë dhe më në fund u kthyen te Ardi. Kishte frikë aty. Një frikë që ai nuk ishte mësuar ta shihte te ajo grua e fortë dhe e vendosur. Ajo është në dhomën e saj, zoti Ardi. Nuk ka zbritur shumë. Pothuajse nuk del nga aty. Si kështu, nuk ka zbritur? A është e sëmur? Nuk është tamam kështu. Është se ka kaluar më shumë kohë vetëm. Thotë se është shumë e lodhur. Ardi rudhi vetullat, shqetësimi duke u rritur. Por pse? Çfarë ka ndodhur? Merita hapi gojen për t'u përgjigjur, por një zë tjetër e ndërpreu. Një zë i butë, melodios, që bëri jehon nëpër mure. Ardi, dashuria ime, arrite më herët se sa prisnim. Elira Berisha zbriste shkallët me elegancën e saj të zakonshme. Kishte veshur një kostum bezh, flokët e saj bjond të lidhur në një topuz të përsosur, grimi delikat i theksonte sytë e saj të qelët. Ajo ishte e bukur, nuk kishte si ta mohoje. Kishte atë lloj bukurie që tërhiqte vëmendjen kudo, një prani që dominonte ambientet pa mundim. Kur u njohën, Ardi ishte i humbur. Ende mbante dhimbjen e madhe të humbjes së Valbonës, gruas së tij të parë, dhe të djalit që nuk arriti ta njihte kurrë. Elira ishte shfaqur si një lehtësim, një premtim për një fillim të ri, dikush që dukej se e kuptonte nevojën e tij për të ecur përpara. Por tani, duke e parë atë të zbriste shkallët me atë buzëqeshje të kontrolluar, Ardi ndjeu diçka ndryshe. Një dyshim që nuk mund ta emërtonte. Po, erdha. Ndjeva se duhej të isha këtu. Elira arriti tek ai dhe e puthi lehtë në faqe. Gjithçka është në rregull këtu, i dashur. Ti shqetësohesh më shumë se ç'duhet. Nëna jote është vetëm pak e lodhur, por po kujdesemi mirë për të. Dua ta shoh. Sigurisht. Por ndoshta është më mirë të bësh një dush, të pushosh pak. Udhëtimi duhet të ketë qenë i gjatë. Dua ta shoh tani, Elira. Pati një pauzë. Për një çast, diçka kaloi nëpër sytë e Elirës. Një shkëndi irritimi e maskuar shpejt nga një buzëqeshje mirëkuptuese. Si të duash, dashuri. Do të vi me ty. Nuk ka nevojë. E di ku është dhoma e nënës sime. Ardi u drejtua nga shkallët, por Elira ia kapi krahun me delikatesë. Ardi, para se të ngjitesh, duhet të të tregoj disa gjëra. Nëna jote nuk është mirë emocionalisht. Ka pasur momente konfuzioni, trishtimi të thellë. Unë dhe Merita kemi bërë të pamundurën për t'u kujdesur për të, por ti e di si është. Ndonjëherë, mosha dhe vetmia rëndojnë. Pra, kur të ngjitesh, merre shtruar. Mos e shtyp. Ardi shikoi zonjën Merita, e cila mbante sytë të ngulur në dy sheme. Kishte diçka të gabuar në atë heshtje. Por ai tundi kokën dhe u ngjit shkallëve. Kati i dytë i vilës ishte edhe më i heshtur se i pari. Korridoret e gjata dhe të ndriçuara dobët dukej se shtriheshin pafundësisht. Ardi kaloi pranë derës së dhomës që kishte qenë e tija në fëmijëri, pastaj pranë zyrës së vjetër të babait të tij, sot e shndërruar në një hapësirë që Elira e përdorte për projektet e saj personale. Në fund të korridorit ishte suita e zonjës Teuta. Dera ishte e mbyllur. Ai trokiti lehtë. Mami? Jam Ardi. Mund të hyj? Heshtje. Trokiti përsëri, tani më fort. Mami? Një zë i dobët, pothuajse i padëgjueshëm, u përgjigj nga ana tjetër. Hyr, bir. Ardi rrotulloi dorezën dhe hapi derën. Dhoma ishte në gjysmë errësirë, perdet e rënda bllokonin pothuajse të gjithë dritën natyrale. Ju deshën disa sekonda që sytë e tij të mësoheshin me errësirën. Kur më në fund arriti të shihte, ajo që pa e la pa frym. Teuta Berisha ishte ulur në një koltuk pranë dritares, e mbledhur kruspull, me një robdishan të zbehtë që dukej shumë i madh për trupin e saj. Ajo kishte qenë gjithmonë një grua me prani të spikatur, e gjatë, me qëndrim të drejtë, me një vështrim që impononte respekt dhe butësi në të njëjtën kohë. Por gruaja që Ardi shihte tani ishte një hije. Flokët e saj të bardhë ishin të pakrehur, fytyra më e hollë, sytë të thelluar dhe pa shkëlqim.
Ajo shikoi djalin e saj dhe për një moment dukej se nuk e njohu. Pastaj diçka u ndes në vështrimin e saj dhe ajo u përpoq të buzëqeshte. Ardi, biri im. U ktheve. Ai u gjunjëzua pranë saj dhe i kapi duar. Ishin të ftohta, dridheshin. Mami, çfarë po ndodh? Pse nuk zbret më? Pse je mbyllur këtu në këtë dhomë? Teuta e shmangu vështrimin drejt dritares së mbuluar. Jam e lodhur, biri im. Shumë e lodhur. E lodhur nga çfarë? Ajo nuk u përgjigj. Vetëm ja shtrëngoi dorën djalit me një forcë befasuese, sikur donte t'i thoshte diçka që fjalët nuk mund ta shprehnin. Ardi ndjeu një ny në fy. Diçka ishte thellësisht gabim. Mami, ti nuk je mirë. Do të thëras një mjek. Nuk ka nevojë për mjek, Ardi. Unë kam nevojë vetëm për paqe. Çfarë paqeje është kjo? Ti ke qenë gjithmonë një grua e fortë, aktive. Kujdeseshe për kopshtin, prisje shoqet, bëje shëtitjet e tua. Çfarë ka ndryshuar? Teuta më në fund e shikoi. Dhe në atë vështrim, Ardi pa diçka që e friksoi, dorëzim. Ishte sikur ajo të kishte hequr dorë. Sikur po priste vetëm që koha të kalonte. Gjërat ndryshojnë, bir. Njerëzit ndryshojnë. Shtëpia ndryshoi. Çfarë do të thuash me këtë? Para se ajo të mund të përgjigjej, dera u hap dhe Elira hyri, duke sjell një tabaka me çaj dhe biskota. Solla diçka për të ngrënë për ju. Mendova se zonja Teuta do të donte të hante diçka. Ajo vendosi tabakan mbi tryezën e vogël dhe u afrua, duke i përkëdhelur supet Teutës me një delikatesë të studiuar. Si po ndiheni, vjera ime? Më mirë tani që djali juaj është këtu? Teuta nuk u përgjigj. Vetëm mbylli syt, sikur prania e thjeshtë e Elirës ta raskapiste. Ardi vuri re tensionin në trupin e nënës së tij, mënyrën se si ajo u mblodh edhe më shumë në koltuk. Ai u ngrit dhe shikoi Elirën. Duhet të flas me ty tani. Elira buzëqeshi, e patrazuar. Sigurisht, i dashur. Të shkojmë në dhomën tonë. Ardi hodhi një vështrim të fundit nga nëna e tij, e cila vazhdonte me sy të mbyllur dhe e ndoqi Elirën jashtë dhomës. Sa po dera u mbyll, ai e përballoi. Çfarë po ndodh me nënën time? Elira pshertiu, sikur të kishte të bënte me një fëmijë kokfor. Ardi, nëna jote po plaket. Është e natyrshme që ajo të bëhet më e brisht, më introverte. Unë kam bërë gjithçka në fuqinë time për t'u kujdesur për të, por ti nuk je këtu shumicën e kohës. Ti udhëton, punon, qëndron me mua jashtë. Unë jam ajo që kujdeset për këtë shtëpi, që organizon gjithçka, që garanton se ajo ka rehati. Ajo nuk duket rehat. Ajo duket e burgosur. E burgosur? Ardi, kjo është absurde. Nëna jote ka liri të plot për të shkuar e për të ardhur si të doj. Nëse ajo zgjedh të qëndrojë në dhomë, është sepse ndihet më mirë kështu. Ajo nuk po zgjedh, Elira. Unë e njoh nënën time. Diçka nuk shkon. Elira kryqëzoi krahët dhe për herë të parë që kur ai kishte ardhur, zëri i saj humbi ëmbëlsinë. Çfarë po insinuon saktësisht? Po them se duhet të kuptoj se çfarë ka ndryshuar. Pse shtëpia është ndryshe? Pse fotografitë e vjetra janë zhdukur? Pse nëna ime është e izoluar? Kam ndryshuar disa gjëra sepse kjo shtëpi kishte nevojë për përditësim. Nuk mund të jetojmë përgjithmonë në të kaluarën, Ardi. Dhe sa për nënën tënde, ajo po kalon një moment të vështirë, por po kujdesemi për të. Nëse nuk më beson mua, ndoshta duhet të kalosh më shumë kohë këtu. Fjalët u thanë me helm të maskuar si arsye. Elira dinte saktësisht si të prekte fajin e Ardit, si ta bënte të ndihej se ai ishte përgjegjës për gjithçka. Dhe, në një farë mënyre, ai ishte. Në fund të fundit, ishte ai që ishte larguar, që kishte zgjedhur punën si streh pas tragjedisë, që kishte lejuar që Elira të merrte kontrollin absolut të vilës. Por tani, duke parë gruan e tij, ai kuptoi diçka që më parë e kishte injoruar. Ajo nuk e donte atë shtëpi. Ajo e toleronte. Dhe më shumë se kaq, ajo donte ta fshinte. Të fshinte historinë, kujtimet, gjithçka që i referohej së kaluarës. Dhe në mes të kësaj fshirjeje, nëna e tij po heshtej. Do të kaloj më shumë kohë këtu, Elira. Do të kujdesem personalisht për nënën time. Elira buzëqeshi, por buzëqeshja nuk i arriti sy.
Shkëlqyeshëm. Jam e sigurt se kjo do të na bëjë mirë të gjithëve. Ajo u kthye dhe zbriti shkallët duke e lënë Ardin vetëm në korridor. Ai qëndroi aty për disa minuta duke u përpjekur të përpunonte gjithçka. Pastaj vendosi se duhej të fliste me zonjën Merita. Zbriti në kuzhinë dhe e gjeti duke përgatitur darkën, lëvizjet mekanike, fytyra e mbyllur. Merita, dua që të jesh e sinqert me mua. Çfarë po ndodh me nënën time? Kujdestarja ndaloi atë që po bënte dhe shikoi përreth, sikur të kishte frikë se mos e dëgjonin. Zoti Ardi, nuk e di nëse duhet. Mund të flasësh me mua. Gjithmonë ke mundur. Merita mori frym thellë, fjalët duke dalë në një përshpërim urgjente. Nëna juaj nuk është mirë, zotëri. Dhe nuk është vetëm lodhje. Që kur zonja Elira erdhi të jetoj këtu, gjërat ndryshuan. Në fillim ishin ndryshime të vogla. Ajo riorganizonte mobiljet, ndërronte perdet, thoshte se po modernizonte. Zonja Teuta përpiqej të merrte pjesë, të jepte mendim, por gjithmonë injorohej. Pastaj filluan të zhdukeshin fotografitë, pikturat, objektet e vjetra. Nëna juaj mërzitej, por nuk thoshte asgjë. Mendoj se nuk donte të krijonte konflikt, nuk donte që ju të ndiheshit në mes të një lufte. Dhe tani? Çfarë ka ndryshuar tani? Tani ajo po thuaj se nuk del nga dhoma. Vaktet i çohen atje. Nuk merr më vizita nga shoqet e vjetra. Zonja Elira gjithmonë gjen një justifikim, thot se zonja Teuta nuk ndihet mirë, se nuk do të shoh askën. Por unë e shoh, zoti Ardi. Unë e shoh vështrimin e nënës suaj. Ajo po shuhet. Ardi ndjeu zemërimin t'i ngjitej në gjoks. Pse nuk më ke treguar më parë? Merita uli syt, e turpëruar. U përpoqa, zotëri. Ju telefonova disa herë, por zonja Elira gjithmonë përgjigjej, thoshte se do t'jua kalonte mesazhin. Shkrova letra, por kur nuk mora përgjigje. Mendoj se i ka përgjuar. Dhe kisha frikë. Zonja Elira e bëri të qartë se nëse unë krijoja probleme, do të pushohesha nga puna. Dhe nëse unë largohem, kush do të kujdeset për zonjën Teuta? Ardi i vuri dorën në shpatull kujdestares. Ti bëre atë që munde. Por tani unë jam këtu. Dhe do të zbuloj se çfarë po ndodh. Atë natë, Ardi nuk mundi të flinte. Qëndroi shtrirë pranë Elirës duke dëgjuar frymëmarrjen e saj të qetë dhe të rregullt, ndërsa mendja e tij zjente nga pyetjet. Kur ora shënoi 3 të mëngjesit, ai u ngrit dhe eci nëpër korridoret e errëta të vilës. Shkoi në bibliotekë, një nga dhomat e pakta që ende ruanin esencën e tyre origjinale. Aty, midis rafteve prej drurit të errët dhe librave të vjetër, ai lejoi vetes të kujtonte. Kujtoi Valbonën. Valbonën e tij me sy të ëmbël dhe të qeshur të lehtë. Ajo nuk ishte e pasur, nuk vinte nga një familje tradicionale, por kishte një zemër të madhe. Kur e solli për të takuar nënën e tij, Ardi kishte frikë se zonja Teuta do ta refuzonte, se do ta konsideronte të papërshtatshme për trashëgimtarin e Berishave. Por ndodhi e kundërta. Teuta dhe Valbona u lidhen menjëherë. Kalonin pasdite të tëra duke biseduar në kopsht, duke gatuar së bashku, duke qeshur me histori të vjetra. Valbona kishte sjell jetë në atë shtëpi dhe Teuta më në fund kishte vajzën që gjithmonë e kishte dëshiruar. Dhe pastaj erdhi tragjedia. Valbona mbeti shtatzën, por shtatzënia ishte e komplikuar që në fillim. Pati komplikime, gjakderdhje, shtrime në spital. Ditën e lindjes, gjithçka u shem. Valbona dhe foshnja u larguan, duke lënë një zbrazëti që asnjë fjalë nuk mund ta mbushte. Ardi u mbyll në vetvete. U zhyt në punë, udhëtoi, shmangu shtëpinë, shmangu nënën, shmangu gjithçka që mund t'i kujtonte atë që humbi. Dhe Teuta, që gjithashtu e donte Valbonën si vajzë, u gjend vetëm me dhimbjen e saj. Ishte në këtë zbrazëti që u shfaq Elira. U njohën në një event biznesi në Tiranë. Ajo ishte menaxhere e marrëdhënieve me publikun në një korporatë të madhe, elokuente, e sofistikuar, plot plane dhe ambicie. Ardi u la të përfshihej. Nuk ishte dashuri, ai e dinte këtë. Ishte leverdi, nevojë për të mos qenë vetëm, dëshirë për të harruar. Kur njoftoi martesën, zonja Teuta nuk tha asgjë. Vetëm e përqafoi dhe i përshpëriti, qofshi lumtur, biri im. Por ai nuk ishte i lumtur. Dhe tani, duke ecur nëpër atë bibliotekë të heshtur, Ardi kuptoi se as nëna e tij nuk kishte qenë.
Ai tërhoqi një nga albumet e vjetra të fotografive nga rafti. E hapi dhe pa imazhe të Valbonës, të nënës, të vetes, të gjithë duke buzëqeshur në ditë që dukej se ishin aq të largëta. Ktheu faqet dhe gjeti foto nga dasma me Valbonën, nga festa e foshnjës që nuk ndodhi kurrë, nga festat familjare kur shtëpia ende merrte frym me gëzim. Dhe pastaj vuri re diçka, nuk kishte asnjë foto të Elirës aty. Asnjë. Ishte sikur ajo të ishte futur në historinë e familjes pa lënë gjurmë. Një zhurmë e nxori nga mendimet. Ishte një kërcitje që vinte nga kati i sipërm. Ardi mbylli albumin dhe u ngjit shkallëve ngadalë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Zhurma vinte nga korridori i katit të dytë, pranë dhomës së Teutës. Ai u afrua dhe pa një rrezë drite poshtë derës. Dikush ishte atje brenda. Ardi u afrua dhe vuri veshin te dera. Dëgjoi zëra të mbytur. Njëri ishte i Elirës, tjetri dukej se ishte i nënës, por ishte i dobët, drithërues. Ai u përpoq të hapte derën, por ishte e mbyllur. Trokiti. Elira? Mami? Heshtja ra menjëherë. Pastaj, zëri i Elirës u përgjigj, i qetë. Ardi? Çfarë bën zgjuar? Dëgjova një zhurmë. A është gjithçka në rregull aty? Po, është. Nëna jote pa një ëndër të keqe. Erdha ta qetësoj. Hape derën. Pauzë. Ajo po flet tani, Ardi. Më mirë mos e zgjojmë. Elira, hape këtë derë. U dëgjua zhurma e Chelsit që rrotullohej dhe dera u hap. Elira ishte aty me këmish nate, flokët e lëshuar, një shprehje bezdje e maskuar keq. Pas saj, Ardi pa nënën të shtrirë në krevat me shpinë e palvizshme. Eshe? Ajo është mirë. Tani, të kthehemi në dhomë dhe ta lëm të pushoj. Ardi hyri në dhomë dhe u afrua te krevati. Teuta dukej se po flinte, por diçka nuk shkonte. Fytyra e saj ishte e tensionuar, buzët të shtrënguara. Ai i preku dorën dhe ajo hapi syt ngadalë. Kur pa djalin e saj, një lot i rrëshiti nga këndi i syrit. Mami. Ajo nuk tha asgjë. Vetëm ja shtrëngoi dorën dhe mbylli syt përsëri. Ardi shikoi Elirën, e cila mbante një shprehje të pandryshueshme. Eja, Ardi. Lëre të flej. Ai doli nga dhoma, por diçka në atë skenë e shqetësonte thellësisht. Dhe ndërsa kthehej në dhomën e tij, një siguri filloi të formohej në mendjen e tij. Ai duhej të zbulonte se çfarë po ndodhte vërtet në atë shtëpi. Dhe duhej ta zbulonte shpejt para se të ishte tepër vonë. Rrezet e para të diellit të mëngjesit tjetër hyn nga dritarja e dhomës së Ardit, por ai ishte zgjuar prej orësh. Nuk kishte mundur të mbyllte sy pas skenës së çuditshme të natës. Imazhi i nënës së mbledhur në krevat, ai lot i vetmuar që rrite, vështrimi i Elirës i ftohtë dhe i llogaritur. Të gjitha përziheshin në mendjen e tij si pjesë të një enigme që ende nuk mund ta montonte. U ngrit para se Elira të zgjohej dhe zbriti në kuzhinë. Zonja Merita ishte tashmë aty, duke përgatitur kafen. Kur e pa, ajo u duke lehtësuar, sikur prania e tij të ishte një mburojë kundër diçkaje të padukshme, por kërcënuese. Mirëmëngjes, zoti Ardi. A fjetët mirë? Jo shumë. Merita, dua të më tregosh gjithçka. Që nga fillimi. Kur filluan të ndryshojnë gjërat. Kujdestarja shikoi me nervozizëm drejt derës, duke u siguruar se ishin vetëm. Pastaj, me zë të ulët, filloi të fliste. Ishte gradualisht, e dini? Në fillim, pasi ju dhe zonja Elira u martuat, ajo ishte madje e sjellshme. Flisnin me zonjën Teuta, pyeste për historinë e shtëpisë, duke e interesuar. Por pastaj, filloi të ndryshonte gjëra të vogla. Një jastëk këtu, një vazo atje. Zonja Teuta nuk shqetësohej shumë, mendonte se ishte e natyrshme që një grua të donte të linte gjurmën e saj në shtëpi. Por pastaj ndryshimet u bën më të mëdha. Mobiljet u ndërruan, pikturat u hoqën. Dhe sa herë që zonja Teuta sugjeronte diçka ose nuk pajtohej, zonja Elira kishte një përgjigje të gatshme, gjithmonë e sjellshme, gjithmonë logjike, por që në thelb anulonte plotësisht mendimin e nënës suaj. Ardi i shërbeu vetes kafe, lëngu i nxehtë duke i rrëshitur në fyt ndërsa përthifte çdo fjalë. Dhe nëna ime kur nuk u ankua tek unë. Ajo nuk donte t'ju shqetësonte, zotëri. Pas gjithë asaj që kaluat me zonjën Valbona, ajo e dinte se ishit i brishtë.
Ajo donte që ju të ishit i lumtur. Kështu që gëlltiste trishtimin dhe shtirej se gjithçka ishte në rregull. Ardi ndjeu fajin t'i shtrëngonte gjoksin si një vid. Dhe shoqet e saj? Zonja Elvira, zonja Valdete, ai grup që vinte gjithmonë për çajin e pasdites? Merita Pshertiu. Zonja Elira filloi t'i anulonte takimet. Thoshte se zonja Teuta nuk ndihej mirë, se duhej të pushonte. Në fillim, shoqet telefononin, dërgonin mesazhe. Por pas kaq shumë refuzimesh, filluan të ndalonin. Dhe zonja Teuta po bëhej gjithnjë e më e izoluar. Ajo që gjithmonë ishte aq shoqërore, aq e gëzuar. Ishte sikur drita e saj po shuhej ditë pas dite. Një zhurmë hapash në shkallë e bëri Meritën të heshte menjëherë. Elira u shfaq në derën e kuzhinës, pa të meta edhe pse sapo ishte zgjuar, e veshur me një rob dishan të bardhë më ndafshi. Mirëmëngjes. U zgjuat herët. Zëri i saj ishte i ëmbël, por kishte diçka në sytë e saj që nuk përputhej me tonin miqësor. Nuk munda të flija, u përgjigj Ardi, duke e vëzhguar me vëmendje. Qëndrova duke menduar për nënën time. E kuptueshme. Ti shqetësohesh shumë për të. Me qëra fjala, mendova të përgatis një drekë të veçantë sot. Ndoshta kjo do ta gëzoj zonjën Teuta. Ardi tundi kokën, por mbajti shprehjen neutrale. Ide e mirë. Do të ngjitem të shoh si është. Elira hapi gojen sikur do të protestonte, por u përmbaj. Sigurisht. Do ta ndihmoj Meritën këtu në kuzhinë. Ardi u ngjit shkallëve ngadalë, duke i kushtuar vëmendje çdo detaj të shtëpisë që më parë i kalonin pa u vënë re. Korridoret dukeshin më të ftohta, më të zbrazta. Arriti në dhomën e nënës së tij dhe trokiti butësisht. Mami? Mund të hyj? Këtë herë, përgjigja erdhi më shpejt. Hyr, bir. Ai hapi derën dhe gjeti Teutën të ulur në të njëjtin koltuk, por sot perdet ishin pjesërisht të hapura, duke lejuar dritën të hynte. Ajo dukej pak më mirë, më prezente. Mirëmëngjes, mami. Si e kalove natën? Teuta e shikoi me ata sy të lodhur që kishin parë kaq shumë. Më mirë duke ditur se ti je këtu. Ulu me mua, bir. Ardi tërhoqi një karrige dhe u ul pranë saj. Për disa minuta qëndruan në heshtje, thjesht duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Pastaj Teuta filloi të fliste, zëri i saj i dobët por i vendosur. Ardi, duhet të tregoj diçka. Por duhet të më premtosh se do të më dëgjosh deri në fund, pa më ndërprerë. Ai tundi kokën, duke i mbajtur dorën. E di që ke vuajtur shumë nga humbja e Valbonës dhe Foshnjës. Edhe unë kam vuajtur, bir. Valbona ishte si një vajzë për mua. Kur ajo u largua, ndjeva se ju humba të dyve. Ti u largove, u zhyt në punë, dhe unë e kuptova. Secili e përballon dhimbjen në mënyrën e vet. Por pastaj ti njohë Elirën dhe unë mendova se ndoshta ishte shansi yt për të qenë i lumtur përsëri. Doja aq shumë që ti të ishe i lumtur. Ajo ndaloi duke marrë frymë me vështirësi. Ardi priti me durim. Në fillim u përpoqa ta pëlqeja. U përpoqa të pranoja ndryshimet që ajo bënte në shtëpi. Në fund të fundit, ajo ishte gruaja jote, kishte të drejtë ta bënte shtëpinë sipas mënyrës së saj. Por pastaj kuptova se nuk bëhej fjalë vetëm për dekorim. Bëhej fjalë për fshirje. Fshirjen e Valbonës, fshirjen tënde si fëmijë, fshirjen e babait tënd, fshirjen time. Çdo objekt që zhdukej merrte me vete një pjesë të historisë son. Dhe kur u përpoqa të flisja, kur u përpoqa të merrja pjesë në vendime, u injorova. Jo në mënyrë të vrazhd, jo. Elira është shumë inteligjente për këtë. Ajo thjesht më bënte të ndihesha se mendimet e mia ishin të vjetruara, se unë nuk e kuptoja botën moderne, se ishte më mirë t'ja lija në duar asaj. Mami, pse nuk më ke treguar? Teuta buzëqeshi me trishtim. Sepse ti ishe i lumtur, bir. Ose të paktën ashtu dukej. Dhe unë nuk doja të isha vjera ndërhyrëse, plaka bezdisë që prish martesën e djalit. Kështu që heshta, u tërhoqa, u bëra e padukshme në shtëpinë time. Lotët filluan të rrivnin nëpër fytyrën e Ardit. Ti kur nuk do të ishe e padukshme për mua, mami. Kur? Por isha, bir. Ti udhëtoje kaq shumë, punoje kaq shumë. Kur telefonoje, Elira gjithmonë përgjigjej, gjithmonë thoshte se gjithçka ishte në rregull.
Dhe ti besoje sepse ishte më e lehtë të besoje. Sepse e vërteta dhem shumë. Ardi ja shtrëngoi dorën. Kjo do të ndryshoj. Unë të premtoj. Do të kujdesem për ty, do t'i sjell shoqet e tua përsëri, do ta restauroj shtëpinë. Do t'i bëj të gjitha të jenë si më parë. Teuta tundi kokën. Nuk bëhet fjalë për t'i bërë të gjitha të jenë si më parë, Ardi. E kaluara ka ikur. Valbona ka ikur. Por bëhet fjalë që unë të kem zë përsëri, të mund të ekzistoj pa frikë, të kthehem të jetoj në vend që thjesht të mbijetoj. Ata biseduan për më shumë se një orë. Teuta i tregoi për poshtërimet e vogla të përditshme, për mënyrën se si Elira kontrollonte gjithçka, nga ushqimi që shërbehej deri te kush mund ta vizitonte apo jo. I tregoi se si ndihej e burgosur në dhomën e saj, se si kishte frikë të zbriste dhe të gjente një pjesë tjetër të historisë së saj të fshirë. Kur Ardi më në fund la dhomën, ishte ndryshe. Mjegulla që kishte mbuluar shikimin e tij vitet e fundit ishte shpërndar. Ai shihte gjithçka qartë tani. Dhe duhej të vepronte. Zbriti shkallët me hapa të vendosur dhe gjeti Elirën në dhomën e ndenjes, duke shfletuar një revistë dekorimi. Elira, duhet të flasim. Seriozisht. Ajo ngriti syt, një vetull e ngritur. Sigurisht. Çfarë ka? Dua që gjërat të ndryshojnë. Nëna ime nuk është mirë dhe një pjesë e madhe e kësaj është faji im që kam munguar kaq shumë. Por ka të bëj edhe me mënyrën se si po menaxhohen gjërat këtu. Fytyra e Elirës u mbyll pak. Çfarë do të thuash? Dua të them se do të kaloj më shumë kohë në shtëpi. Do të riorganizoj agjendën time të punës. Dhe dua që nëna ime të ketë përsëri autonomi. Ajo do të kthehet të presë shoqet, do të kthehet të marrë pjesë në vendimet e shtëpisë. Elira e la revistën mënjan, qëndrimi i saj u bë më i ngurtë. Ardi, nëna jote është e brishtë. Ajo ka nevojë për kujdes, për pushim. Nuk është e shëndetshme ta mbingarkosh me vendime dhe vizita të lodhshme. Kush vendos se çfarë është e shëndetshme për të duhet të jetë një mjek, jo ti dhe me qëra fjala, do t'i caktoj një takim mjekësor sot. Ardi, po e egzageron. Unë po kujdesem shumë mirë për nënën tënde. Po? A i bëri një hap për para. Atëherë më shpjego pse ajo është praktikisht e mbyllur në dhomë. Pse shoqet e saj nuk vinë më këtu? Pse të gjitha objektet që kishin kuptim për të janë zhdukur? Elira u ngrit, syt i shkëlqenin nga zemërimi i përmbajtur. Unë e modernizova këtë shtëpi sepse po rënohej, e ngecur në të kaluarën. Bëra atë që ti nuk pate guxim ta bëje. Dhe sa për shoqet e nënës tënde, ato ndaluan sa ardhuri sepse ajo vetë nuk donte më t'i priste. Por sigurisht, tani unë jam personazhi negativ i historisë. Nuk po them se je personazh negativ. Po them se gjërat do të ndryshojnë. Kjo është shtëpia e nënës sime, dhe ajo do të kthehet të ndihet si në shtëpi këtu. Elira bëri një buzëqeshje të ftohtë. Kjo është edhe shtëpia ime, Ardi. Jam gruaja jote, apo e ke harruar? Nuk e kam harruar. Por kjo nuk të jep të drejtën të fshish historinë e familjes sime. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Elira e shikoi për sekonda të gjata, pastaj mori çantën e saj. Duhet të dal. Kam angazhime. Flasim më vonë, kur të jesh më i qetë. Ajo doli, duke përplasur derën me forcë të mjaftueshme për të bërë pikturat në mur të dridhen. Ardi qëndroi aty, zemra i rrite fort. E dinte se sapo kishte kaluar një kufi, se gjërat mes tij dhe Elirës nuk do të ishin më kurrë të njëjta. Por gjithashtu e dinte se kishte bërë gjën e duhur. Në ditët në vijim, Ardi vuri në praktik planin e tij me vendosmërinë e dikujt që më në fund kishte parë të vërtetën. Telefonoi shoqet e vjetra të Teutës, duke u shpjeguar se ajo ishte më mirë dhe do të donte shumë t'i priste. Nga ana tjetër e linjës, zonja Elvira, shoqja më e vjetër e nënës së tij, filloi të qante. Ardi, biri im, ka kaluar kaq shumë kohë. U përpoqëm disa herë, por gjithmonë na thoshin se Teuta nuk mund të priste vizita. Filluam të mendonim se ajo nuk donte më shoqërinë tonë. Jo, zonja Elvira. Nëna ime gjithmonë ka dashur shoqërinë tuaj. Ka pasur një keqkuptim, por tani gjithçka është zgjidhur. Mund të vini të premten pasdite? Zëri i zonjës u mbush me emocion. Do të vi, i dashur. Dhe do t'i sjell edhe të tjerat. Na ka marrë malli aq shumë për të.
Caktoi një takim me doktor Fatmirin, një mjek i besuar i familjes që e njihte Teutën prej dekadash. Filloi të kthente disa nga objektet e vjetra që Elira i kishte ruajtur në Papafingo, duke zbuluar gjithnjë e më shumë thesare të fshehura, një orë xhepi të stërgjyshit, një koleksion porcelani që i përkiste gjyshes, libra me dedikime emocionuese. Shtëpia filloi të merrte frym përsëri, sikur të zgjohej nga një gjumë i thellë. Teuta, pak nga pak, filloi të dilte nga dhoma. Së pari vetëm në korridor, duke ecur ngadalë, duke u mbështetur te mobiljet. Pastaj në dhomën e ndenjes, ku ul në divanin që kishte qenë i nënës së saj dhe qëndroi aty për orë të tëra, thjesht duke ndier praninë e objekteve familjare. Pastaj, një pasdite me diell, ajo zbriti në kopsht. Ardi e vëzhgoi nga dritarja, duke e parë të prekte trëndafilat që rriteshin egër, të përkëdhelte gjethet e pemëve shekullore, të merrte frym thellë ajrin e parfumuar. Ishte si të shihej një bim të tharë duke marrë ujë pas një thatësire të gjatë dhe mizore. Ajo ishte ende e brisht, këmbët i dridheshin, trupi i hollë, por kishte jetë në sytë e saj përsëri. Ai shkëlqim që ai e mbante mend nga fëmijëria po kthehej, ende i ndrojtur, por i pranishëm. Një mëngjes, Teuta u zgjua më herët dhe e befasoi Meritën në kuzhinë. Merita, e dashur, sot do të bëj revani. Atë që Ardi e ka pëlqyer gjithmonë. Kujdestarja gati sa nuk e lëshoi filxhanin që mbante në dorë. Zonja Teuta, a jeni e sigurt? Ka kaluar kaq shumë kohë, po, jam. Duhet të kthehem të bëj gjërat që më pëlqejnë. Dhe ka kaluar shumë kohë që nuk kam gatuar në këtë shtëpi. Të dyja kaluan mëngjesin në kuzhinë dhe aroma e kekut që piqej u përhap në përvil si një përqafim i ngrohtë. Ardi zbriti i tërhequr nga aroma dhe gjeti nënën me duar të bëra me miell, duke buzëqeshur në një mënyrë që ai nuk e kishte parë prej vitesh. Kjo aromë është keku yt i preferuar, bir. Mendova se ishte koha të shpëtonim disa tradita. Ai e përqafoi, duke ndier për herë të parë pas shumë kohësh se ndoshta gjërat mund të përmirësoheshin vërtet. Elira, nga ana tjetër, u bë gjithnjë e më e largët dhe armiqësore. Kalonte periudha të gjata jashtë shtëpisë, thoshte se kishte takime pune, projekte urgjente, angazhime të pashmangshme. Kur ishte në shtëpi, mbante një mirësjellje të akullt, duke folur vetëm sa duhej, buzët gjithmonë të shtrënguara në një vi të hollë. Vaktet e saj i hante në dhomë ose jashtë shtëpisë. Ajo shmangte hapësirat ku ishin Ardi dhe Teuta, sikur prania e tyre e thjesht ta bezdiste thellësisht. Një natë, kur Ardi ishte në bibliotekë duke organizuar letra të vjetra, Merita trokiti në derë me një shprehje të shqetësuar. Zoti Ardi, duhet t'ju tregoj diçka. Është e rëndësishme. Ajo e çoi në një dhomë të vogël në pjesën e pasme të shtëpisë, një dhomë e vjetër qepjeje që askush nuk e përdorte më prej vitesh. Dera kërciti kur u hap, duke zbuluar një hapësirë të pluhurosur dhe të harruar. Aty, të grumbulluara pa asnjë kujdes apo organizim, ishin dhjetëra fotografi me xhama të thyer, piktura me korniza të gërvishtura, objekte personale të hedhura si plera pa vlerë. I gjeta të gjitha këto të fshehura këtu kur po pastroja, shpjegoi Merita me zë të dridhur. Zonja Elira nuk i hodhi, por i fshehu. Sikur donte që të zhdukeshin nga syt, por nuk mund të shpëtonte plotësisht prej tyre. Ka gjëra këtu që ishin të gjyshit tuaj, të babait tuaj. Kujtime të një jete të tërë. Ardi u gjunjëzua në mes të atij deti kujtimesh të hedhura. Mori një foto të kornizuar. Ishte nga dita e dasmës së tij me Valbonën. Të dy duke buzëqeshur plot shkëlqim, ajo me një fustan të thjeshtë por të bukur, ai me një kostum blu të errët, Teuta pranë tyre me lot gëzimi që i rrivnin nëpër fytyrë. Fotoja ishte e rrudhosur në njërin cep, sikur dikush të ishte përpjekur ta shkatëronte, por të kishte hequr dorë në momentin e fundit. Zemra ju shtrëngua aq fort sa ju desh të ulej në dy sheme. Si mundet dikush t'ia bëjë këtë kujtimeve të një personi tjetër? Merita u gjunjëzua pranë tij, duke i vënë dorën në shpatull. Disa njerëz nuk e kuptojnë se për të ndërtuar diçka të re nuk është e nevojshme të shkatërosh atë që ka ardhur më parë. Zonja Elira ajo donte që kjo shtëpi të ishte vetëm e saja, sipas mënyrës së saj. Donte të fshinte gjithçka që nuk ishte ashtu siç e imagjinonte ajo. Ardi kaloi gishtat mbi foto, duke pastruar pluhurin që e mbulonte. Do t'i kthejmë të gjitha këto në vendet e tyre origjinale. Çdo foto, çdo objekt. Do t'i kthejmë shpirtin kësaj shtëpie. Kaluan tërë natën duke restauruar vilën.
Merita pastronte me kujdes çdo objekt ndërsa Ardi i rivendoste në vendet që i kujtonin fëmijërinë. Ora e murit e stërgjyshit u kthye në dhomën e ngrënies. Porcelanet e gjyshes u kthyen në vitrinë. Portretet e familjes u varën përsëri në korridorin e katit të dytë. Çdo foto e dasmës me Valbonën fitoi një vend të veçantë. Ardi nuk po përpiqej të jetonte në të kaluarën, por të nderonte kujtimin, duke pranuar se ata njerëz dhe ato momente ishin pjesë e asaj që ai ishte. Kur dielli lindi, duke hedhur rrezet të arta nëpër dritaret e vilës, shtëpia dukej se ishte kthyer në kohë. Jo plotësisht, sepse kjo do të ishte e pamundur, por mjaftueshëm që esenca e familjes Berisha, me gjithë historinë, gëzimet dhe dhimbjet e saj, të ishte përsëri e pranishme. Shtëpia filloi të tregonte histori përsëri. Teuta zbriti për mëngjes dhe ndaloi në mes të hollit, duke parë përreth me sy plot lodh që rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e saj të rrudhur. O Zot, bir, i ke kthyer të gjitha. Ke kthyer historinë tonë. Ardi e përqafoi fort, duke ndjer trupin e saj të brisht kundër tij. Isolla, mami. Dhe ky është vetëm fillimi. Të premten shoqet e tua vijnë për çaj. Dhe javën tjetër do të shkojmë te mjeku për një kontroll të plotë. Teuta i kapi fytyrën djalit me të dyja duart, duke e parë thellë në sy. Faleminderit, biri im. Faleminderit që më pe përsëri. Që më bëre të ekzistoj përsëri. Por ndërsa nën e bir përqafoheshin në hollin e ndriçuar nga drita e mëngjesit, asnjëri prej tyre nuk e vuri re Eliren në krye të shkallëve, pjesërisht e fshehur pas kolonës së mermerit, duke vëzhguar skenën me një shprehje që përziente zemërim të thellë, frustrim në rritje dhe diçka më të rrezikshme dhe të errët. Gishtat e saj ishin ngulur në pëllëmbët e duarve me aq forcë sa lanë shenja. Ajo kishte humbur kontrollin që kishte punuar aq shumë për ta fituar, çdo lëvizje e llogaritur gjatë 3 viteve tani ishte shkatëruar brenda pak ditësh. Dhe njerëzit si Elira, të mësuar të manipulojnë dhe kontrollojnë, nuk e pranonin humbjen pa luftuar. Nuk pranonin thjesht të hiqnin dorë dhe të ecnin përpara. Nëse nuk mund ta kishte kontrollin, askush tjetër nuk do ta kishte. Dhe ishte në atë moment, duke parë nën e bir të bashkuar përsëri, që diçka e errët dhe definitive u formua në mendjen e saj. Të premten, siç ishte premtuar, shoqet e Teutës erdhën për çaj. Zonja Elvira ishte e para, duke sjellë një kek portokalli që ishte specialiteti i shtëpisë së saj. Zonja Valdete erdhi menjëherë pas, me një buqet lulesh nga kopshti. Zonja Mariana, më e reja e grupit, solli një kuti me çokolata belge. Të gjitha u përqafuan dhe qanë kur pan Teutën, duke komentuar se sa më e dobët ishte, por me sy më të gjallë. Teuta, e dashur, na ka marrë malli aq shumë për ty, tha zonja Elvira, duke i mbajtur duart shoqes së saj. Edhe mua më ka marrë malli për ju. Më shumë se sa mund ta imagjinoni. Ato u rehatuan në dhomën e ndenjes, ku Merita kishte përgatitur një tryez të bukur me porcelanin e vjetër të familjes. Çaji u shërbye në filxhan delikat dhe për herë të parë pas vitesh, shtëpia u mbush me të qeshura grash, me histori të vjetra që ritregoheshin, me miqësi të vërtet që rifestohej. Ardi vëzhgonte nga larg, duke ndjerë zemrën të ngrohej. Por gjithashtu vuri re se si Elira kalonte nëpër korridore si një hije, gjithmonë me një shprehje të mbyllur, duke mos u bashkuar kurrë me grupin, duke refuzuar ftesat e sjellshme të zonjave për të marrë pjesë në bisedë. Atë natë, pasi shoqet u larguan dhe Teuta u ngjit në dhomë e raskapitur por e lumtur, Ardi kërkoi Eliren. Ajo ishte në zyrë, duke punuar në kompjuter. Elira, duhet të flasim për ne. Ajo nuk i hoqi syt nga ekrani. Çfarë ka për të folur? Ka gjithçka. Martesa jon po shkatërohet. Ti e di këtë. Elira më në fund e shikoi, syt të ftohtë si akulli. Po shkatërohet sepse ti zgjodhe nënën tënde në vend të meje. Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur mes jush. Bëhet fjalë për të bërë atë që është e drejtë. Nëna ime po heshtej, po fshihej. Nuk mund ta injoroja më këtë. Po unë. Ajo u ngrit, zëri duke u ngritur. Unë që u kujdesa për këtë shtëpi, që organizova gjithçka, që u përpoqja të sillja rregull në këtë vend të ngecur në kohë. Unë nuk llogaritem. Ti llogaritesh, Elira. Por jo në mënyrën që ti imagjinon. Ti nuk mund të fshish historinë e një familjeje për të ndërtuar versionin tënd të asaj që duhet të jetë një shtëpi. Elira bëri një të qeshur të hidhur. Interesante. Ti kur nuk u ankove më parë.
Në fakt, Timezi ishe këtu për të vënë re diçka. Gjithmonë duke udhëtuar, gjithmonë në punë, gjithmonë mungesë. Dhe tani vjen të më gjykosh? Ardi e ndjeu goditjen, sepse ishte e vërtetë. Ai kishte munguar, ishte strehuar në punë, kishte lejuar që gjithë kjo të ndodhte. Por kjo nuk justifikonte atë që Elira kishte bërë. Ke të drejtë. Unë kam munguar. Dhe ky ishte një gabim që po përpiqem ta korrigjoj. Por ajo që ti i bëre nënës sime, kësaj shtëpie, nuk mund të justifikohet nga mungesa ime. Heshtja mes tyre ishte e dendur, e ngarkuar me vite të pathënash, me pakënaqësi të grumbulluara, me një martesë që ndoshta nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Mendoj se duhet të mendojmë seriozisht për të ardhmen tonë, tha Ardi më në fund. Elira e shikoi gjatë, pastaj tundi kokën. Ndoshta po. Ndoshta kjo martesë ka qenë një gabim që nga fillimi. Ajo doli nga zyra, duke e lënë Ardin vetëm me mendimet e tij. Ai e dinte se një divorc ishte i pashmangshëm. Por gjithashtu e dinte se me Elirën, asgjë nuk do të ishte e thjeshtë. Ajo nuk do të pranonte të humbiste pa u përpjekur të rifitonte kontrollin në një farë mënyre. Ditët që pasuan ishin të tensionuara si një litar gati për t'u këputur. Elira dhe Ardi mezi flisnin, komunikonin vetëm përmes fjalive të shkurtra, të nevojshme, të ngarkuara me armiqësi të maskuar keq. Ajo kalonte gjithnjë e më shumë kohë jashtë shtëpisë, duke dalë herët në mëngjes dhe duke u kthyer vonë natën, gjithmonë me justifikime të paqarta për angazhime profesionale dhe takime të pashmangshme. Mbyllej në dhomën e miqve që tani e zinte, dhe Ardi mund të dëgjonte hapat e saj nervoz nëpër dyshemen prej druri në netët pa gjumë. Martesa ishte qartësisht e përfunduar, ishte e dukshme për çdo që hynte në atë shtëpi dhe ndjente tensionin në ajër, por asnjëri prej tyre nuk kishte guximin apo energjinë për të bërë hapin final dhe definitiv. Ishte sikur të dy po prisnin që tjetri të dorëzohej i pari, që dikush të kishte guximin të shqiptonte fjalët e fundit që do të vulosnin zyrtarisht fundin. Teuta, nga ana tjetër, lulëzonte si një trëndafil që më në fund merr diell pas muajsh në hije. Me shoqet që ktheheshin rregullisht për çajrat e pasdites, duke mbushur shtëpinë me të qeshura dhe biseda të gjalla, me Ardin të pranishëm dhe të vëmendshëm ndaj çdo detaji të mirëqenies së saj, me shtëpinë që rifitonte identitetin dhe historinë e saj përmes objekteve të restauruara dhe fotografive të rivendosura, ajo dukej se rinonte ditë pas dite. Rrudhat rreth syve të saj dukeshin më pak të thella, qëndrimi i saj drejtohej gradualisht, shkëlqimi kthehej në vështrimin e saj. Ishte si të shikoje një person të rilinte nga hiri. Mjeku që e ekzaminoi në një vizitë rutinë, doktor Fatmiri, i cili e njihte prej më shumë se 20 vjetësh, mbeti vërtet i impresionuar me transformimin që po dëshmonte. Zonja Teuta, ju jeni shumë më mirë se sa prisja kur mora kërkesën tuaj për vizitë. Analizat janë të gjitha brenda normës. Tensioni arterial optimal, glicemia e kontrolluar, zemra re fort. Vetëm duhet të shtoni pak peshë, të rikuperoni muskujt dhe të vazhdoni me shëtitjet e përditshme në përkopsht. Ajo buzëqeshi hapur, një buzëqeshje që i ndriçoi tërë fytyrën, duke mbajtur dorën e Ardit fort dhe me dashuri. Po ndihem e gjallë përsëri, doktor Fatmiri. Pas kaq shumë kohësh vetëm duke ekzistuar, më në fund po jetoj përsëri. Është e pabesueshme, pothuajse mrekulli, se si shoqëria e duhur, dashuria e vërtetë dhe një shtëpi mikpritëse bëjnë një ndryshim të thellë në shëndetin e një personi. Trupi përgjigjet kur shpirti është mirë. Një të martë me shi, me qiellin gri dhe të rënd mbi kruj, Ardi ishte në zyrë duke organizuar dokumente kur mori një telefonat nga një numër i panjohur. Zoti Berisha? Emri im është Eduard Tahiri. Po telefonoj në emër të gruas suaj, Elira Berisha. Ajo më ka punësuar për ta përfaqësuar në procesin e divorcit. Ardi psherti u thellë, duke mbyllur sytë. Ishte e pritur, ishte e pashmangshme, por gjithsesi dhemte të pranoje fundin zyrtar të diçkaje në të cilën ai kishte investuar shpresa, sado të vogla qofshin ato. E kuptoj. Do të punësoj avokatin tim dhe do të kontaktojmë së shpejti. Ka edhe diçka tjetër, zoti Berisha, vazhdoi avokati me një ton profesional, por paksa të bezdisshëm. Klientja ime po kërkon një ndarje të konsiderueshme të pasurive bashkëshortore, duke përfshirë një përqindje substanciale të vilës familjare. Si kështu? Zemërimi filloi të vlonte brenda Ardit. Vila i përket familjes sime prej brezash. Është trashëgimi familjare, jo pasuri bashkëshortore.
por gruaja juaj ka jetuar atje për 3 vjet si zonja e shtëpisë, duke kontribuar në mirëmbajtjen dhe administrimin. Ajo beson se ka të drejtë për një kompensim të drejtë për shërbimet e saj. Ardi ndjeu zemërimin të ngjitej si lavë. Thuaj klientes tënde se avokatët e mi do të kontaktojnë. Dhe thuaj gjithashtu se ka zgjedhur luftën e gabuar. E mbylli telefonin me forcë, aparati gati sa nuk i rëshiti nga duart e dridhura. Pra Elira donte të merrte një pjesë të vilës. Pas gjithë asaj që kishte bërë, pas vuajtjes që kishte shkaktuar, ende kishte guximin të donte të shkulte një pjesë të trashëgimisë familjare? Ai duhej të fliste me zonjën Merita. Zbriti në kopsh dhe e gjeti duke uitur lulet, lëvizjet metodike dhe qetësuese. Merita, duhet të pyes diçka të rëndësishme. A ke ruajtur ndonjë regjistrim të asaj që ka ndodhur këtu vitet e fundit? Ndonjë provë konkrete se si është trajtuar nëna ime? Kujdestarja ndaloi atë që po bënte, shikoi përreth për t'u siguruar se ishin vetëm, dhe pastaj tundi kokën ngadalë. Po, zotëri. I kam ruajtur. Nuk e dija nëse do të ishin të dobishme ndonjëherë, por instinkti im më thoshte të dokumentoja gjërat. Për të pasur prova nëse një ditë do të ishte e nevojshme. Ajo e çoi në dhomën e saj të vogël në pjesën e pasme të shtëpisë, një dhomë e thjeshtë por e organizuar. Nga poshtë krevatit nxori një kuti këpucësh të vjetër dhe të konsumuar. Brenda kishte fletore shkolle me faqe plot shënime me dorë, foto të bëra fshehurazi dhe madje disa regjistrime audio në celularin e saj të vjetër. Fillova të shënoj gjërat kur kuptova se situata po përkeqësohej, se nuk ishte vetëm çështje personalitetesh të ndryshme, shpjegoi Merita me zë të ulët. Datat kur zonja Teuta mbeti pa ngrënë siç duhet sepse zonja Elira tha se ishte në dietë, se duhej të humbiste peshë. Herët kur shoqet telefonuan duke kërkuar ta vizitonin dhe u refuzuan me justifikime. Rastet kur e gjeta zonjën Teuta duke qarë vetëm në dhomë, plotësisht e dëshpëruar. Ndryshimet në shtëpi, zhdukja e objekteve. Gjithçka është këtu, e regjistruar. Ardi shfletoi fletoret me duar të dridhura, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngoi dhimbshëm me çdo fjalë. Merita kishte regjistruar gjithçka me përpikëri, me data të sakta, orare, detaje specifike. Ishte një kronik e detajuar e mizorisë së heshtur dhe sistematike që nëna e tij kishte vuajtur për vite me radhë. Çdo faqe ishte një thik faji në gjoksin e tij. Merita, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Do të më duhet t'ia tregoj këtë avokatit tim. A je e gatshme të dëshmosh nëse është e nevojshme? Bëni atë që duhet të bëni, zotëri. Unë vetëm doja të mbroja zonjën Teuta. Ajo nuk e meritonte asgjë nga kjo. Atë natë, pasi shiu ndaloi dhe yjet filluan të shfaqeshin me droj, Ardi kërkoi nënën e tij. Ajo ishte në verandën e pasme, e mbështjell me një shall leshi, duke vëzhguar yjet siç bënte kur ai ishte fëmijë. Mami, duhet të flas për divorcin. Teuta tundi kokën, sikur ta dinte tashmë, sikur po e priste atë bisedë. Elira do një pjesë të shtëpisë, apo jo? Zëri i saj ishte i qetë, i dorëzuar. Si e di? Sepse kështu bëjnë njerëzit si ajo, birë. Ata nuk mund të largohen thjesht dhe të rifillojnë. Duhet të marrin diçka, të shkulin diçka, të lënë një shenjë të përhershme. Ardi ul pranë saj në karrigen prej thupre. Nuk do ta lejoj. Kjo shtëpi është e jotja, është e imja, është e familjes son. Ajo nuk do të marrë asgjë nga këtu. Jam i sigurt për këtë. Teuta i kapi dorën djalit me duart e saj të holla dhe të ftohta. Vetëm ki kujdes, Ardi. Elira është inteligjente dhe hakmarrëse. Kur njerëz të tillë humbasin kontrollin, kur ndjejnë se po mposhten, ata bëjnë gjithçka për të shkaktuar dëmin maksimal të mundshëm. Nuk bëhet fjalë më për të fituar, por për të shkatëruar. Në ditët në vijim, klima në vil u bë edhe më e rëndë dhe mbytëse. Elira e dinte se Ardi kishte punësuar avokat dhe se betejë ligjore sapo kishte filluar. Ajo qarkullonte nëpër shtëpi si një fantazmë armiqësore, syt gjithmonë të ftohtë si akulli, lëvizje të llogaritura dhe të sakta. Nuk bërtiste, nuk bënte skandale të hapura. Ishte më keq se kaq. Ajo thjesht ekzistonte aty si një prani kërcënuese, një stu i gati për të shpërthyer. Një mëngjes të shtunë, Ardi u zgjua nga një zhurmë e çuditshme që vinte nga kati i poshtëm. Ishin zëra të alteruar që bënin një hon nëpër korridore. U vesh shpejt dhe zbriti me vrap, zemra i rritë fort.
Në hol, gjeti Elirën duke debatuar me Meritën. Kujdestarja ishte e zbeth, duke mbajtur përparsen me duar të dridhura. Teuta ishte në shkallë, e zbeth, duke vëzhguar skenën. Çfarë po ndodh këtu? Elira u kthye nga ai, syt I shkëlqenin nga zemërimi I pastër. Po e pushoj nga puna këtë punonjëse. Ajo nuk punon më në këtë shtëpi. Dua që të largohet menjëherë. Ti nuk ke autoritet për këtë, u përgjigj Ardi me vendosmëri. Nuk kam? Jam zonja e kësaj shtëpie, po aq sa ti. Jo. Ti e gruaja ime, ose më mirë, ish gruaja ime e ardhshme. Merita punon për familjen time prej më shumë se 40 vjetësh. Ti nuk do ta pushosh nga puna. Elira bëri një hap përpara, duke I hyrë në hapësirën personale. Ajo t'i dha ato fletore, apo jo? Ato shënime gënjeshtare të krijuara për të më dëmtuar. Nuk janë gënjeshtra. Janë fakte të dokumentuara që tregojnë saktësisht se çfarë ke bërë. Fytyra e Elirës u shtrembërua nga zemërimi. Do të pendoheni. Të gjithë ju. Mendoni se mund të më dëboni kështu, pa pasoja? Askush nuk po të dëbon, Elira. Por kjo martesë ka mbaruar. Duhet ta pranosh këtë. Ajo shikoi atë, Meritën, Teutën. Pastaj, me një lëvizje të prerë, mori çantën dhe doli duke përplasur derën. Teuta zbriti shkallët duke u dridhur. Ajo po humbet kontrollin, bir. Kjo është e rrezikshme. Do të sigurohem që ajo të mos bëjë më asgjë. Por edhe duke thënë këtë, Ardi ndjente një shqetësim në rritje. Atë pasdite, duke organizuar letra në zyrë, gjeti diçka shqetësuese. Dokumente që nuk I kishte parë kurrë. Prokura, transferta bankare, kontrata. Të gjitha të nënshkruara prej tij, por ai nuk mbante mend. Shikoi më nga afër. Nënshkrimet ishin të tija, por paksa të ndryshme. Atëherë e kuptoi, ishin falsifikime. Elira kishte falsifikuar nënshkrimin e tij në dokumente të ndryshme gjatë viteve. Telefonoi menjëherë avokatin e tij. Avokat Petriti, gjeta diçka të rëndë. Elira ka falsifikuar nënshkrimin tim në disa dokumente. Kjo është shumë serioze, Ardi. Falsifikimi është krim. Do të më duhet t'i shoh këto dokumente sot. Kur ra nata, Merita përgatiti darkën. Ardi, Teuta dhe ajo u ulën në tryezë, por askush nuk kishte oreks. Ku do të jetë ajo? Pyeti Teuta e shqetësuar. Nuk e di. Por nesër do të shkoj në polici. Por atë natë, rreth orës 2 të mëngjesit, Ardi u zgjua nga një erë e çuditshme. Tym. U ngrit me një kërcim. Korridori ishte plot me një mjegull gri. Zjarr. Shtëpia po digjej. Mami. Merita bërtiti duke vrapuar. Trokiti në derën e Teutës. Ishte e mbyllur. Filloi ta shkelmonte me dëshpërim. Mami, ka zjarr në shtëpi. Ardi. Dera është e mbyllur. Ai e shkelmoi derisa brava u thye. Teuta ishte në krevat duke u kollitur. E mori në krah dhe doli me vrap. Kaloi pranë dhomës së Meritës. Merita, dil. Zjarr. Të tre zbritën shkallët me vrap. Tymi vinte nga zyra. Arritën në kopsht duke u kollitur. Ardi telefonoi zjarrfiksit. Pastaj, duke parë shtëpinë, pa një figurë në anën tjetër të kopshtit. Ishte Elira, duke vëzhguar vilën që digjej. Ti e bëre këtë, bërtiti, duke u afruar. Elira buzëqeshi ftohtë. Nëse nuk mund ta kem unë, nuk mund ta ketë askush. Mendon se mund të më dëbosh pa pasoja? Ti je e çmendur. Kishte njerëz brenda. Por të gjithë dolën. Çfarë fati? Ardi kapi celularin dhe filloi të regjistronte. Sapo pranove zjarrvënie me dashje. Kjo është tentativë vrasjeje. Buzëqeshja e Elirës u lëkun. Ajo e kuptoi gabimin. Bëri disa hapa prapa dhe filloi të vraponte duke u zhdukur në errësirë. Zjarrfiksit arritën dhe e kontrolluan zjarrin. Zyra u shkatërua, një pjesë e bibliotekës u dëmtua, por e shpëtuan vilën. Ardi ja tregoi regjistrimin policisë. U lëshua një urdhër arresti. Elira u gjet 2 orë më vonë duke u përpjekur të merrte një autobus. U arrestua dhe u dërgua në komisariat. Në ditët në vijim, e vërteta e plot doli në drigë.
falsifikimet, izolimi i Teutës, zjarrvënia me dashje. Elira u akuzua për krime të shumta. Humbi gjithçka. Ardi dhe Teuta filluan të riparonin dëmet. Ishte simbolike. Rindërtonin jo vetëm shtëpinë, por edhe jetët e tyre. Një pasdite, duke mbikëqyrur punimet, Ardi pa nënën e tij në kopsht duke biseduar me shoqet. Ajo buzëqeshte. Në atë moment ai e dinte se kishin fituar. Jo kundër Elirës, por kundër heshtjes, kundër harresës. Teuta e vuri re djalin që e shikonte dhe i bëri me dorë. Ai i bëri me dorë përsëri, duke ndjerë se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Drita e parë e mëngjesit hyri nga dritarja e dhomës ku Luani kishte kaluar një tjetër natë pa gjumë. Këtë herë, megjithatë, nuk ishte shqetësimi që e mbante zgjuar, por planifikimi. Kishte shumë për të bërë dhe çdo vendim duhej marrë me kujdes. Regjistrimi i aferditës ishte i fuqishëm, por siç kishte përmendur Valmira, regjistrimet pa pëlqim kishin kufizime ligjore. I duhej më shumë. I duheshin prova konkrete, dokumente, dëshmi që mund të mos e ekspozonin vetëm Valmirën, por edhe të çonin në hetimin e doktor Fatosit. Herët në mëngjes, ndërsa Liria ende flinte gjumin shërues të dikujt që më në fund ndihej e sigurt në shtëpinë e saj, Luani zbriti në zyrë dhe filloi të organizonte gjithçka që kishte gjetur. Testamentin e falsifikuar, prokurën e dyshimt, shishet e ilaçeve me doza të tepruara, ditarin e artës me shënimet e saj të fundit të shqetësuara për lindjen. Fotografioi gjithçka, bëri kopje, i organizoi në dosje. Po ndërtonte një çështje. Aferdita u shfaq me kafe të freskët dhe bukë të ngrohtë. Edhe ajo dukej ndryshe. Kishte një peshë që ishte hequr nga supet, një lehtësi në lëvizjet e saj. Për herë të parë pas muajsh, ajo nuk po ecte në majë të gishtave, me frikë se mos e dëgjonin apo qortonin. Zoti Luan, zonja Liria po zgjohet. Po pyet për ju. Ai u ngjit shkallëve shpejt dhe gjeti nënën e tij të ulur në krevat, jastëkët të rregulluar pas shpinës së saj, një shprehje në fytyrën e saj që ai nuk e kishte parë prej vitesh. Nuk ishte vetëm lehtësim. Ishte vendosmëri. Mirëmëngjes, mami. Fjetë mirë? Më mirë se sa kam fjetur prej shumë kohësh, u përgjigj ajo, dhe zëri i saj ishte më i fortë, më i pranishëm. Luan, duhet të flasim për atë që do të bëjmë tani. Ai u ul pranë saj në krevat. Unë tashmë kam filluar të organizoj gjithçka. Do të kërkoj një avokat sot. Dikë të specializuar në të drejtën familjare dhe në çështje penale gjithashtu. Duhet ta kontestojmë atë prokur, atë testament. Dhe duhet të hapim një hetim për atë që ndodhi me Artën. Liria i kapi dorën djalit, sytë e saj të përlotur por të vendosur. Unë duhet të kisha luftuar më shumë. Kur Valmira filloi të më izolonte, të më mjekonte, unë duhet të kisha rezistuar me më shumë forcë. Por isha aq e lodhur, Luan. Aq e lodhur nga dhimbja, nga vetmia. Pasi humbëm Artën dhe foshnjën, diçka brenda meje gjithashtu vdiq. Dhe kur ti u largove, kur u zhyt në punë dhe më le këtu vetëm, unë thjesht hoqa dorë. Mami, ti nuk e faj për asgjë nga kjo. Unë jam ai që duhet të isha i pranishëm. Duhet ta kisha parë se çfarë po ndodhte. Ne të dy dështuam me njëri tjetrin. Por tani kemi shansin ta rregullojmë këtë. Dhe unë dua të bëj më shumë se sa thjesht të rikuperohem, Luan. Unë dua drejtësi. Për Artën, për atë foshnjë të pafajshme, për ne. Në atë moment, Luani pa gruan e fortë që nëna e tij kishte qenë gjithmonë. Matriarken që komandonte atë shtëpi me dashuri dhe vendosmëri, që kishte rritur një djalë vetëm pasi kishte mbetur e ve, që kishte ndërtuar ura midis brezave. Ajo po kthehej, dhe këtë herë, ai nuk do ta linte vetëm. Ditët që pasuan ishin intensive. Luani punsoi anakonomin, një avokate të respektuar në Tiranë, e njohur për veprimtarinë e saj në çështje komplekse familjare dhe për mosfrikën për t'u përballur me kundërshtar të fuqishëm. Kur ajo dëgjoi tërë historinë, pa provat e mbledhura dhe dëgjoi regjistrimin, sytë e saj shkëlqyen me vendosmërinë e dikujt që e dinte se ishte përballë një çështjeje që mund të ndryshonte jetë. Kjo është e rëndë, tha ajo, e ulur në dhomën e ndenjes së vilës, dokumentet e saj të shpërndara mbi tryez. Shumë e rëndë. Falsifikimi i dokumenteve, mjekimi i papërshtatshëm, të gjitha këto do të ishin të mjaftueshme për procese civile dhe ndoshta penale. Por nëse arrijmë të provojmë se ka pasur neglizhencë mjekësore të qëllimshme në rastin e gruas suaj të parë, po flasim për vrasje.
Doktor Fatosi mund të humbas licencën mjekësore, mund të burgoset. Po Valmira, pyeti Luani. Nëse provojmë se ajo ishte në dieni dhe se ka marrë pjesë aktivisht në planifikim, edhe ajo mund të akuzohet si bashkëpunëtore. Por duhet të jemi të kujdesshëm. Njerëz të tillë zakonisht kanë avokat po aq të aftë dhe do të luftojnë me gjithçka. Nuk më intereson sa kohë do të duhet apo sa do të kushtoj. Unë dua drejtësi. Ana tundi kokën. Atëherë le të fillojmë. Së pari do të kërkojmë pavlefshmërinë e prokurës dhe të testamentit. Do të më duhet që zonja Liria të bëjë një ekzaminim të plot mjekësor me mjek të besuar të mi për të dokumentuar gjendjen në të cilën ajo ndodhet pas mjekimit të tepruar. Gjithashtu do të na duhet të rishikojmë procesin e lindjes së artës, të kërkojmë regjistrimet e plota mjekësore, të punësojmë ekspert për të analizuar nëse ka pasur gabim mjekësor. Liria, e cila ishte ulur në koltukun e saj të preferuar, një që Valmira ishte përpjekur ta hiqte por që Aferdita e kishte fshehur në papafingo dhe tani ishte kthyer në dhomë, foli me zë të fortë. Bëni atë që është e nevojshme. Unë nuk kam frikë ta përballoj këtë. Për artën, për nipin tim, unë do të bëj gjithçka. Ndërsa procesi ligjor filloi të zhvillohej, diçka tjetër po ndodhte brenda vilës. Ishte sikur shtëpia po restaurohej ngadalë, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Luani dhe Aferdita punuan së bashku për të kthyer objektet që ishin hequr. Pianoja u kthye në dhomën e muzikës. Pikturat e vjetra u varën përsëri në mure. Fotografitë u kthyen në vendet e tyre. Çdo pjesë që kthehej ishte si të merrje frymëjet të re në ato dhoma. Liria, nga ana e saj, po rikuperohej në mënyrë befasuese. Pa mjekimin e tepruar, mendja e saj ishte gjithnjë e më e qartë. Filloi të dilte nga dhoma, të ecte nëpër kopsht, të rifillonte aktivitete të vogla që i donte. U kthye te piktura, diçka që nuk e bënte prej vitesh. Akuarelet e saj filluan të shfaqeshin nëpër shtëpi, peizazhe të buta në tone pastel, të ndryshme nga veprat e errëta që kishte krijuar në muajt nën kontrollin e Valmirës. Një pasdite, 3 javë pas dëbimit të Valmirës, Lulieta, shoqja e vjetër e Liris, u shfaq në derë. Aferdita e kishte kontaktuar fshehurazi, duke i shpjeguar se tani ishte e sigurt për të vizituar, se gjërat kishin ndryshuar. Kur Lulieta pa Lirin në kopsht, duke pikturuar nën hijen e një peme të vjetër, lotët i rodhen nëpër fytyrë. Liria, shoqja ime. Mendova se të kisha humbur. 2 gratë u përqafuan gjatë dhe ishte sikur vite vetmje të detyruar u shkrin në atë moment. Së shpejti, shoqet të tjera të vjetra filluan të ktheheshin. Shtëpia filloi të priste përsëri vizita, të kishte zëra, të qeshura, jetë. Çajrat e pasdites u rifilluan. Kopshti, më parë i lënë pas dore, u rigjallërua dhe Liria u kthye të kujdesej personalisht për lulet e saj të preferuara. Luani, duke vëzhguar gjithë këtë, ndjente një përzierje gëzimi dhe pendimi. Gëzim për të parë nënën e tij duke rilindur, por pendim për gjithë kohën e humbur, për të gjitha shenjat që kishte injoruar. Një natë, i ulur me të në verandë, nën qiellin me yje të durrësit, ai më në fund shprehu atë që ndjente. Mami, më vjen shumë keq. Për gjithçka. Që nuk e pash se çfarë po ndodhte, që u largova, që e solla Valmirën në jetën tonë. Liria i kapi dorën, prekja e saj tani më e fortë, më e gjallë. Luan, ti po vuaje. E kuptoj këtë tani më shumë se kurrë. Kur humbasim dikë që duam, veçanërisht në një mënyrë kaq traumatike, humbasim edhe veten. Ti u humbe në dhimbje dhe unë u humba në trishtimin tim. Valmira e pa këtë dhe e shfrytëzoi. Por faji nuk është i yti, birë. Është i saj. Gjithsesi, unë duhet të isha më i fortë. Arta do të kishte qenë më e fortë. Arta ishte e veçantë, tha Liria, zëri i saj i butë por plot emocion. Ajo e ndriçonte këtë shtëpi. Dhe po, ajo do ta kishte parë menjëherë prapa maskës së Valmirës. Por Arta nuk është më këtu, Luan. Dhe sado e dhimbshme të jetë, duhet ta pranojmë këtë dhe të vazhdojmë. Jo për detyrim, por sepse kështu do të kishte dashur ajo. Ndonjëherë pyes veten nëse do të kem forcë të dua përsëri. Vërtet. Pas Artës, pas Valmirës, pas gjithçkaje. Do të kesh. Kur të jetë momenti i duhur, kur të gjesh dikë që vërtet e meriton zemrën tënde. Por mos u ngut. Shërohu së pari. Mëso të jetosh përsëri. Dhe kur të vijë dashuria, do ta dish.
Ajo bisedë shënoi një pikë kthese për Luanin. Ai kuptoi se ishte i mbërthyer jo vetëm në të kaluarën, por edhe në frikë. Frikë për të ndjerë, frikë për të lidhur, frikë për të qenë përsëri i prekshëm. Por duke vëzhguar nënën e tij, e cila kishte kaluar kaq shumë dhe ende po gjente forca për të jetuar plotësisht, ai filloi të kuptonte se guximi i vërtet nuk ishte në shmangjen e dhimbjes, por në zgjedhjen për të jetuar pavarësisht saj. Ndërkohë, hetimi përparonte. Ana kishte marrë regjistrimet mjekësore të lindjes së Artës dhe ekspertët po analizonin çdo detaj. Zbulimet ishin shqetësuese. Kishte mos përputhje në procedurat e ndjekura, vendime mjekësore të dyshimta, një nxitim i pashpjegueshëm për të kryer operacionin cezarian kur nuk kishte indikacion të qartë për të. Raporti i ekspertëve konkludoi se kishte indikacione të forta për neglizhencë mjekësore dhe ndoshta diçka më ogurzeze. Urdhri i mjekut hapi një hetim kundër doktor Fatosit. Pacientë të vjetër filluan të shfaqeshin duke raportuar situata të çuditshme, mjekime të papërshtatshme, procedura të dyshimta. Një model filloi të shfaqej, modeli i një mjeku që vendoste interesat personale mbi mirëqenien e pacientëve të tij. Valmira, kur mori vesh për hetimin, tentoi një lëvizje të fundit. U shfaq në vil pa paralajmërim, duke kërkuar të hynte, duke thënë se ende kishte të drejta si gruaja e Luanit. Por gjeti dyert të mbyllura dhe Luanin në anën tjetër, i vendosur në vendimin e tij. Ti nuk ke më fuqi këtu, Valmira. Tashmë kam bërë kërkesën për divorc. I kam kontestuar të gjitha dokumentet që ke falsifikuar. Dhe hetimi për Artën është në proces. Nëse je e zgjuar, do të bashkëpunosh me autoritetet. Është e vetmja shans që ke për të marrë ndonjë lehtësim. Unë nuk kam bërë asgjë të gabuar, bërtiti ajo, por kishte dëshpërim në zërin e saj tani, jo më ftohtësinë llogaritëse të mëparshme. Ti po ma shkatëron jetën për shkak të supozimeve, të teorive konspirative të një plake konfuze dhe një burri që nuk mund ta kapërcej të kaluarën. Nëna ime nuk është konfuze. Ajo është më e kthjellët se sa ka qenë muajt e fundit, pikërisht sepse nuk është më në ndikimin tënd dhe ilaçet e tua. Dhe unë nuk jam i mbërthyer në të kaluarën. Më në fund po e përballoj atë, diçka që duhej ta kisha bërë shumë kohë më parë. Valmira u përpoq edhe një herë. Luan, të lutem. Mund ta zgjidhim këtë mes nesh. Nuk ka nevojë të përfshim avokat, polici. Unë do të largohem, ti mban gjithçka, vetëm mos më shkatëro. Por Luani kishte mësuar. Kishte mësuar se disa njerëz nuk meritojnë shanse të dyta, se dëmshuria nuk mund të ngatërohet me dobësinë, se drejtësia ndonjëherë kërkon vendosmëri. Nëse vërtet nuk ke bërë asgjë të gabuar, siç thua, atëherë nuk ke pse të shqetësohesh. Hetimi do të sqarojë gjithçka. Por nëse ke bërë dhe ne e dim që ke bërë, atëherë do të paguash për atë që ke shkaktuar. Tani, largohu nga prona ime. Ajo u largua dhe ajo ishte hera e fundit që Luani e pa personalisht. Procesi i divorcit vazhdoi me Valmirën që kontestonte gjithçka, duke u përpjekur të fitonte kohë, por përfundimisht duke pranuar një marrëveshje që i jepte shumë pak nga ajo që kishte planifikuar fillimisht. Prokuria u pavlefshkua, testamenti i falsifikuar u anulua. Dhe hetimi penal kundër saj dhe doktor Fatosit vazhdonte, i ngadalt por i pandalshëm. Muajt kaluan. Vjeshta erdhi duke sjellë me vete një ndryshim në ngjyrat e kopshtit, gjethet të arta dhe portokalli që mbulonin shtigjet prej guri. Vila, tani e lirë nga atmosfera e rëndë që e kishte dominuar, merrte frymë me jetë të re. Liria ishte rikuperuar plotësisht, duke u kthyer në gruan e gjallë që kishte qenë gjithmonë. Madje kishte filluar të jepte mësime pikture për fëmijët e komunitetit, duke sjellë në shtëpi një energji të re dhe të gëzueshme. Luani kishte riorganizuar jetën e tij profesionale. Nuk e braktisi punën, por vendosi kufi më të shëndetshëm. Filloi të punonte disa ditë të javës në Tiranë dhe të tjera në Durrës, duke qëndruar i pranishëm në jetën e nënës së tij. Filloi gjithashtu terapinë, diçka që e kishte refuzuar për vite me radhë, por që tani e njihte si thelbësore për të përpunuar gjithçka që kishte jetuar. Ishte gjatë një prej këtyre seancave të terapisë që ai më në fund qau vërtet për Artën. Jo lotët e kontrolluar që kishte derdhur më parë, por një qarje të thellë, çliruese, të dikujt që më në fund po i lejonte vetes të ndjente të gjithë shtrirjen e humbjes së tij. Dhe bashkë me dhimbjen, erdhi edhe pranimi. Arta iku, por dashuria që ndan, koha që patën së bashku, kujtimet, të gjitha këto mbetën.
Jo si një zinxhir që e mbante të lidhur, por si një dhuratë që kishte formuar atë që ai ishte. Një pasdite të shtunë, 6 muaj pas largimit të Valmirës, Vila priti një festë. Ana kishte telefonuar me lajme të mira. Urdhri i mjekut i kishte hequr licencën doktor Fatosit pas vërtetimit të parregullsive të shumta. Ai po ndiqej penalisht për neglizhencë mjekësore në rastin e Artës dhe pacientëve të tjerë. Dhe Valmira, pas muajsh përpjekjesh për t'i shpëtuar, ishte akuzuar si bashkëpunëtore në krimet e falsifikimit të dokumenteve dhe abuzimit ndaj të moshuarve. Drejtësia, aq e ngadalë dhe e papërsosur, më në fund po vijej në vend. Për të festuar, Liria organizoi një darkë në Vil duke ftuar miq të vjetër, Aferditën dhe familjen e saj, Anën dhe disa të tjerë që kishin qenë të rëndësishëm gjatë asaj periudhe të vështirë. Shtëpia ishte plot dritë, muzikë, të qeshura. Tryeza e pasur, e përgatitur me dashuri, mblodhi njerëz që vërtet kishin rëndësi. Gjatë darkës, Liria u ngrit për të bërë një dolli. Zëri i saj, më parë i dobët dhe hezitues, tani bëri jehon të fortë në përdhomën e ngrënies. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu sot. Muajt e fundit ishin më të vështirë të jetës sime, por gjithashtu ishin transformues. Unë mësova se kur nuk jemi tepër të vjetër për të luftuar, kur tepër të dobët për të rifilluar. Mësova se forca e vërtet qëndron në kërkimin e ndihmës, në pranimin e dashurisë, në mosdorëzimin edhe kur gjithçka duket e humbur. Ajo shikoi Luanin, sytë e saj shkëlqenin me lot mirënjohjeje. Biri im u kthye tek unë. Dhe unë u ktheva te vetja ime. Dhe së bashku, arritëm ta transformonim atë që mund të kishte qenë një fund tragjik në një fillim të ri. Pastaj, shikoj Aferditën. Dhe ti, mikesha ime e dashur, që kur nuk më braktise edhe kur do të ishte më e lehtë ta bëje. Ti rrezikove punën tënde, sigurinë tënde, për të më mbrojtur. Kur nuk do ta harroj këtë. Aferdita, me lot që i rridhnin në përfytyr, u ngrit dhe përqafoi Lirin. Dhe në atë moment u bë e qartë për të gjithë në dhomë se ato nuk ishin punëdhënëse dhe punonjëse. Ishin motra shpirti, të bashkuara nga një sprovë që mund t'i kishte shkatëruar, por që i bëri më të forta. Darka vazhdoi deri vonë në natë, me biseda të thella dhe momente lehtësie. Historitë së kaluarës u ndan, por pa trishtim, vetëm me melankolinë e ëmbël të atyre që nderojnë ata që kanë ikur. Dhe për herë të parë pas vitesh, emri i Artës u shqiptua me zë të lartë në atë shtëpi, jo me dhimbje paralizuese, por me dashuri dhe mirënjohje. Në javët që pasuan, Luani bëri diçka që e kishte shtyrë. Shkoi në varrezat ku ishte varrosur Arta, pranë varrit të vogël të djalit të tyre, i cili kur nuk mori një emër por që tani kishte një pllak të thjeshtë me fjalët: "Engjëlli ynë që mezi preku tokën, por gjithmonë do të banoj në zemrat tona." Luani ul në bar, me shpinën mbështetur në një pemë aty pranë, dhe foli. Foli me Artën për gjithçka që kishte ndodhur, për Valmirën, për drejtësinë që po vijej në vend, për mënyrën se si ai kishte dështuar ta shihte për herë të fundit kur ajo ishte gjallë, për mënyrën se si ishte humbur pasi ajo iku. "Nuk e di nëse mund të më dëgjosh," tha ai, zëri i mbytur. "Por duhet ta dish se kur nuk të kam harruar. As ty, as djalin ton. Ju jeni këtu," ai preku gjoksin, "mbi zemër, gjithmonë do të jeni. Dhe unë premtoj të nderoj kujtimin tuaj duke jetuar në mënyrën që ti do të kishe dashur që unë të jetoja. Me guxim, me dashuri, me prani të vërtetë." Era fru butësisht duke lëkundur gjethet e pemës mbi të, dhe për një moment, Luani ndjeu një paqe që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Nuk ishte fundi i dhimbjes, ajo kur nuk do të largohej plotësisht. Por ishte pranimi, falja e vetvetes, leja për të ecur përpara pa faj. Kthyer në Vil, ai gjeti nënën e tij në kopsht, duke ujitur lulet që Arta i kishte mbjell vite më parë. Ato lule që, kundër të gjitha gjasave, vazhdonin të lulëzonin çdo pranverë. "Ajo i donte këto trëndafila," tha Liria, duke përkëdhelur një nga petalet roz. Thoshte se ishin rezistente, se mbjetonin edhe kur liheshin pas dore. Mendoj se kishte të drejtë. Luani ju bashkua në kujdesin për kopshtin. Nuk tha asgjë, vetëm punoi pranë nënës së tij, duart në tokë, duke u lidhur me diçka më të madhe se vetë ata. Dhe në atë heshtje të përbashkët, plot mirëkuptim dhe dashuri, ata gjetën shërim. Muajt u shndërruan në një vit. Hetimi penal vazhdonte rrugën e tij, por Luani mësoi të mos lejonte që kjo t'i konsumonte jetën. Kishte bërë pjesën e tij, kishte kërkuar drejtësi, dhe tani besonte se sistemi do të bënte atë që ishte e drejtë.
Fokusi i tij ishte të jetonte, të rindërtonte, të ishte i pranishëm. Liria lulëzoi në mënyrë mbresëlënëse. Jo vetëm që rikuperoi shëndetin e saj fizik dhe mendor, por duke i më rrezatuese se sa kishte qenë edhe para gjithë traumës. Kishte një mençuri në sytë e saj tani, një kuptim të thellë se jeta, sado e vështirë të jetë, gjithmonë ia vlen të jetohet plotësisht. Ajo filloi të shkruante një libër, kujtime të jetës së saj, të familjes, të mësimeve të nxjerra. Nuk ishte për botim, thoshte, por për brezat e ardhshëm. Që nipërit e saj, nëse ndonjëherë do të ekzistonin, të dinin se nga vinin, të dinin historik që formuan atë familje. Luani, nga ana e tij, filloi ngadalë të hapej ndaj mundësisë së marrëdhënieve të reja. Nuk po kërkonte aktivisht, por gjithashtu nuk po mbyllej më. I lejonte vetes të njihte njerëz, të bënte miqësi, t'i linte gjëra të rridhnin natyrshëm. Ishte në një ekspozit arti në Tiranë që ai njohu besën. Ajo ishte kuratore e një muzeu të vogël, e pasionuar pas artit bashkëkohor shqiptar, me një të qeshur ngjitse dhe një mënyrë të pakomplikuar për të parë jetën. Nuk pati dashuri me shikim të parë, nuk pati dramë. Vetëm një lidhje e qetë, një bisedë që rrithte natyrshëm, një interes i ndërsjellë i sinqert. Ata filluan të takoheshin her pas here, pa presion, pa pritshmëri. Luani i tregoi asaj për artën, për gjithçka që kishte ndodhur, dhe Besa e dëgjoi pa gjykim, me empati të sinqertë. Ajo nuk u përpoq të konkuronte me një kujtim, nuk u përpoq të fshinte të kaluarën. Thjesht pranoi se ajo ishte pjesë e asaj që Luani ishte. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, Luani ndjeu diçka që mendoi se nuk do ta ndjente më kurrë. Shpresë për një të ardhme që përfshinte dashuri, shoqëri, ndoshta edhe familje. Nuk ishte e njëjtë me atë që kishte pasur me artën, ishte ndryshe, më e pjekur, më e ndërgjegjshme. Por ishte reale dhe ishte e mirë. Kur më në fund e çoi Besën për të takuar Lirin, muaj pasi kishin filluar të shieshin, ai ishte nervoz. Jo sepse kishte frikë nga gjykimi i nënës së tij, por sepse kjo përfaqësonte diçka domethënëse. Ishte pranimi se po ecte përpara, se po lejonte dikë të ri të hynte në zemrën e tij dhe në jetën e familjes së tij. Liria e priti Besën me dashuri të sinqertë. Të dyja biseduan për artin, për jetën, për gjëra të vogla dhe çështje të mëdha. Dhe kur Besa u largua, Liria i kapi duart djalit dhe i tha, ajo është e veçantë, Luan. Në një mënyrë të ndryshme nga arta, por e veçantë gjithsesi. Dhe më e rëndësishmja, ajo është reale. Nuk ka maska, nuk ka lojra. Vetëm një person i mirë që qartësisht kujdeset për ty. E di, mami. Dhe kjo më frikson pak. Është e natyrshme të kesh frikë pas gjithë asaj që ke kaluar. Por mos lejo që frika të vjedhë mundësinë e lumturisë. Arta nuk do ta kishte dashur këtë për ty, unë nuk e dua këtë për ty, ti e meriton dashurinë, bir. E meriton të jesh i lumtur. Ato fjalë ishin çliruese. Luani kuptoi se kishte qenë, në një farë mënyre, duke kërkuar leje për të ecur përpara. Leje nga nëna e tij, leje nga kujtimi i artës, leje nga vetvetja. Dhe tani, më në fund, ndjente se e kishte këtë leje. 2 vjet pas asaj dite fatale kur u kthye në Vil dhe zbuloi të vërtetën për Valmiren, Luani qëndronte në kopsht, duke vëzhguar nënën e tij duke i dhënë mësim pikture një grupi fëmijësh nga komuniteti. Të qeshurat e tyre mbushnin ajrin dhe Liria duke i më e re se 74 vjetët e saj. Aferdita ishte në kuzhinë duke përgatitur biskota për fëmijët, duke kënduar një këngë të vjetër. Vila ishte e gjallë përsëri. Jo siç ishte më parë, sepse ishte e pamundur të ktheheshe në kohë. Por e gjallë në një mënyrë të re, më të ndërgjegjshme, më të qëllimshme. Çdo dhomë kishte rifituar shpirtin e saj, çdo mur tregonte histori, çdo fotografi nderonte një kujtim. Besa ishte pranë Luanit, dora e saj e ndërthurur me të tijën. Ata ishin fejuar së fundmi, një vendim i marrë pa nxitim, por me siguri. Dasma do të ishte e thjeshtë, në vetë vilën, vetëm me njerëz të afërt. Dhe këtë herë, Luani e dinte saktësisht se çfarë po bënte, e dinte se kush ishte pranë tij. Është bukur ta shohësh nënën tënde kështu, tha Besa, duke i shtrënguar dorën. Kaq plot jetë. Është një mrekulli, u përgjigj Luani. Mund të kishte përfunduar kaq ndryshe. Sikur të mos isha kthyer kur u ktheva, sikur Aferdita të mos kishte pasur guximin të regjistronte atë bisedë, sikur nëna ime të mos kishte gjetur forca për të luftuar. Por ti u ktheve. Aferdita pati guxim. Nëna jote luftoi.
Dhe tani ju jeni këtu, të gjallë, së bashku. Kjo është ajo që ka rëndësi. Luani e tërhoqi për një përqafim, duke ndjerë mirënjohje për gjithçka që kishte kaluar, sado e dhimbshme të kishte qenë. Sepse ajo dhimbje i kishte mësuar mësime thelbësore. I kishte mësuar për pranin, për të mos I marrë si të mirëqen njerëzit që duam. I kishte mësuar për guximin, për rëndësinë e përballjes me të vërtetat e vështira. I kishte mësuar për faljen, veçanërisht faljen e vetvetes. Dhe I kishte mësuar se jeta, edhe pas tragjedive më të mëdha, vazhdon. Dhe se ne kemi zgjedhjen se si ta jetojmë atë. Mund të mbyllemi në dollap emocional, të izolohemi në dhimbjen tonë, të lejojmë të tjerët të kontrollojnë narrativën tonë. Ose mund të luftojmë, mund të kërkojmë ndihmë, mund të zgjedhim të jetojmë plotësisht, duke nderuar ata që kemi humbur, duke jetuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Atë pasdite të ardhë, me diellin që fillonte të perëndonte mbi kopshtet e Durrësit, Luani shikoi përreth dhe ndiu diçka që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Kënaqësi. Jo lumturinë sipërfaqësore të atij që injoron problemet, por kënaqësinë e thellë të atij që ka përballuar demonet e tij, ka kërkuar drejtësi, është kujdesur për të tillë, dhe tani më në fund mund të pushonte duke e ditur se kishte bërë atë që ishte e drejtë. Vila, që gati u bë një varr për nënën e tij, tani ishte përsëri një shtëpi. Një shtëpi plot dritë, dashuri, kujtime të nderuara dhe të ardhme premtuese. Dyert ishin të hapura, perdet të tërhequra, lulet lulëzonin. Dhe diku, Luanit I pëlqente të mendonte, Arta buzëqeshte. Buzëqeshte duke parë se shtëpia që ajo e kishte dashur aq shumë ishte e gjallë përsëri. Buzëqeshte duke parë lirinë të fortë dhe rrezatuese. Buzëqeshte duke parë Luanin më në fund në paqe, më në fund të aftë për të dashur përsëri, më në fund duke jetuar në vend që thjesht të ekzistonte. Drejtësia ishte vënë në vend. Valmira po vuante dënimin për krimet e saj. Doktor Fatosi nuk do të praktikonte më kurrë mjekësinë. Dokumentet e falsifikuara u anuluan. E vërteta kishte fituar. Por më e rëndësishme se drejtësia ligjore ishte drejtësia emocionale që ishte arritur. Falja, shërimi, rilidhja. Restaurimi jo vetëm I një shtëpie, por I një familjeje, I jetëve, I qëllimeve. Ndërsa dielli perëndonte plotësisht dhe yjet e parë filluan të shfaqeshin në qiellin e Durrësit, Luani bëri një premtim të fundit të heshtur. Premtim për të mos u larguar më kurrë, për të mos I marrë më kurrë si të mirëqena bekimet që kishte, për të jetuar çdo ditë me qëllim dhe prani. Jeta I kishte dhënë një shans të dytë. Dhe këtë herë, ai nuk do ta shpërdoronte. Vila, me të gjitha historitë e saj, të gjitha dhimbjet dhe gëzimet e saj, do të vazhdonte të qëndronte në këmbë. Brezat e ardhshëm do të ecnin nëpër korridoret e saj, do të mbyllnin lule në kopshtet e saj, do të donin në dhomat e saj, do të jetonin historitë e tyre. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kur këto breza të ardhshëm të pyesnin për të kaluarën, dikush do të tregonte historinë e lirisë. Historinë e një gruaje që u hesht, u izolua, gati u shkatërrua, por që gjeti forca për të luftuar. Historinë e një djali që mungoi por që u kthye në kohë. Historinë e një punonjëse besnike që u bë heroin. Historinë e drejtësisë, të së vërtetës, të dashurisë që fiton edhe mbi manipulimet më të errëta. Dhe kjo histori do të ishte një kujtesë. Një kujtesë se kur nuk është vonë për të luftuar, kur nuk është vonë për të kërkuar të vërtetën, kur nuk është vonë për të zgjedhur jetën mbi dorëzimin. Sepse në fund, ajo që na përcakton nuk janë tragjeditë që përballojmë, por si zgjedhim të përgjigjemi atyre. Dhe Luani, liria dhe të gjithë ata që I donin kishin zgjedhur të përgjigjeshin me guxim, me dashuri, me një vendosmëri të palëkundur se drita gjithmonë do të fitonte mbi errësirën. Dhe kështu, ndërsa nata mbuloi vilën e Durrësit me mantelin e saj me yje, brenda atyre mureve të vjetra kishte vetëm paqe. Paqja e atyre që luftuan luftën e mirë, e atyre që kërkuan dhe gjetën drejtësi, e atyre që mësuan se shtëpia e vërtet nuk është vetëm një vend, por njerëzit që e banojnë dhe dashuria që e mbush atë. Historia e Luanit dhe lirisë, që filloi me dhimbje dhe gati përfundoi në tragjedi, kishte gjetur fundin e saj të vërtetë. Jo një fund përrallash ku gjithçka është perfekte, por një fund real, ku plagët ende ekzistojnë por po shërohen, ku kujtimet e dhimbshme bashkëjetojnë me gëzime të reja, ku jeta vazhdon në gjithë kompleksitetin dhe bukurinë e saj. Dhe kjo, në fund të fundit, ishte gjithçka që kishte rëndësi. Fundi I historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Luanit, lirisë dhe luftës kundër manipulimit të Valmirës t'ju ketë prekur thellë në zemër.
Nëse u emocionuat me forcën e lirisë, me guximin e Aferditës, me udhëtimin e shërimit të Luanit, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente cili moment ju ka prekur më shumë. Kjo histori na kujton diçka thelbësore. Kur nuk është vonë për të luftuar për ata që duam, kur nuk është vonë për të kërkuar të vërtetën, dhe kur nuk duhet të nënvlerësojmë fuqinë e pranisë së vërtetë në jetën e atyre që kanë rëndësi. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi jetët dhe zgjedhjet tona. Histori që jo vetëm argëtojnë, por që transformojnë, që mësojnë, që na kujtojnë të jemi më të vëmendshëm, më të pranishëm, më të guximshëm. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër rrëfim që do t'ju emocionoj dhe frymëzoj. Deri atëherë, kujdesuni për ata që doni dhe mos ndaloni kurrë së luftuari për atë që është e drejtë.